por që kanë dëmtime inflamatore toksike, ku janë nështruar ndërhyrjeve kirurgjikale, mëlçin mund ta pastrojnë pothuajse me këto bimë të cilat ne do të flasim tani në emision. Këtu ne kemi pak bimën e kurorës së gjembit të gomarit. Kjo bimë në latinisht quhet Silbium marianum, ku brenda aty përmban silimarin, izosilibin, përmban silikristin, përmban silimarin, silibin, izosilibin, përmban metil izosilibin, metil silimarin, përmban dhe silikristin. Këto janë disa molekula që ndërhyjnë brenda qelizave të hepatociteve. Mund përdoret si çaj mjekësor, ku si çaj mjekësor mund të përdoret nga 1 filxhan deri në 2 filxhan në ditë, i kombinuar me udhëtullën e mollës dhe me gjethet mjekësore të trumzës. Pra, kurora e gjembit të gomarit është përkundrejt dhe kancerit të mëlçisë, sepse përmban silimarin, izosilibin, silikristin. Silikristina kryesisht është një molekul e cila është antikancerogene, ku ndërhyn në proceset e COX-1-shit, COX-2-shit, që është funksioni cikle oksigjenazave. Madje, molekulat antioksidative të tjera, që është kvarcetina, metilkvarcetina, që është sineoli, borneoli, që është dihidrokarveol acetati, ndërhyn dhe përkundrejt prodhimit ose kolonizimit të qelizave kancerogene. Madje kjo bimë nuk është efektive përkundrejt rigenerimit të mëlçisë, po është efektive dhe përkundrejt kancerit të zorës së trash ose kancerit kolorektal. Tani vim tek një imazh tjetër. Unë u thash pak më parë që kemi, ose sot në emision do të flasim për dy bimë. Bëhet fjalë edhe për një bimë tjetër, por le të ndalemi edhe tek disa informacione mbi këtë bimë. Unë nuk po them sepse ka shumë njerëz që përdorin vetëm pjesën e gjembave ose vetëm pjesën e farave të kësaj bime. Unë e kam fjalën që kjo bimë të përdoret pikërisht si në këtë foto. Dhe kryesisht jetë sipas parametrave të duhur, të jetë e freskët, e marrë nga një vend kodrinor dhe të jetë e marrë nga rrezet e diellit, pra me elektrone dhe me hidrogjen. Dhe fal molekulave që unë përmenda pak më parë, që është silibina, izosilibina, silimarina, silikristina, izosilibin metili, që janë dhe aminoacide kryesore, madje. Kjo bimë ka cistein, ka metionin, prolin, hidroksiprolin, glutamin, glicin, histidin, metionin. Këto aminoacide cilat unë përmenda janë efektive përkundrejt shumë sistemeve në trupin tonë. Sistemit tretës, sistemit nervor vegetativ periferik, ose sistemit nervor simpatik dhe parasimpatik. Pra, duke qenë se kjo bimë ndihmon pacientët me probleme të mëlçisë, i bie që mëlçia duke qenë se është laborator, ndihmon dhe procesin e largimit të toksinave të ndryshme. Kujdes dhe me marrjen e paracetamolve. Kujdes dhe me marrjen pa kufit të qetësuesve. Kujdes dhe me marrjen e medikamenteve të cilat konsiderojnë si të pafajshme, konsiderojnë si të lehta, por ndërkohë që shkaktojnë një ngarkesë tek monooksigenazat mikrozomale ose tek retikulumi endoplazmatik granular dhe agranular i mëlçisë, ku këto janë disa organele të cilat merren me proceset detoksifikuese të mëlçisë. Pra përdorimi i bimës mjekësore të Silbium marianum është përkundrejt problemeve toksike të hepatociteve ose qelizave të mëlçisë, është përkundrejt ndalimit të kancerit të mëlçisë, ndihmon shumë pacientët me osteoporozë dhe pacientët me probleme të qarkullimit të gjakut. Këtu ne kemi një animacion për mëlçin. E shikoni që këtu nga mbrapa ndodhet mëlçia, dhe mëlçia është ajo organ i cili ka disa faza në trup. Reaksioni fazës parë, reaksioni fazës dytë, reaksioni fazës tretë. Një paracetamol, një qetësues i thjesht, një antipiretik i thjesht, do pothuajse 3 deri në 4 ditë që të largohet nga trupi, sepse mëlçia atë e konverton nëpërmjet disa reaksioneve që quhen reaksioni fazës parë, reaksioni fazës dytë, reaksioni fazës tretë. Reaksioni fazës së parë ka të bëjë me reaksionin e oksidimit, ku mëlçia konverton produkte toksike në produkte të cilat janë më pak toksike. Dhe këtë e bën nëpërmjet monooksigenazave mikrozomale, të cilat quhen ndryshe citokrom P450, dhe nëpërmjet një
ne i themi një furnizues i elektronësh që quhet nikotinamid adenin dinukleotid. Pra, oksigjeni konvertohet në një peroksid, pas peroksidit konvertohet në një epoksid. Më pas formohen karbonlaminat, halbacetalet, aminat primare dhe terciare. Dhe më pas formohen hidroksilaminat, alkolet, tioalkolet, aldehidet. Pra, mëlçia e merr paracetamolin dhe nga një substancë toksike e bën atë në një substancë jo toksike. Pra, strukturën e saj e cila është toksike për trupin. Dhe kujdes, medikamentet e shumta, qetësuesit e shumt e lodhin mëlçin. Dhe bima e gjembit të gomarit, Silbium marianum, fal silimarinës, fal silikristinës, fal silibinës, izosilibinës, parandalon dhe dëmtimet toksike ose parandalon dëmtimet e proceseve nekroinflamatore, neoplazit, displazit, metaplazit e qelizave të hepatociteve, hipoksit e hepatociteve, apo çrregullimet deri diku të qelizave të mëlçisë, cilet janë çrregullime vërtet serioze, sepse është bimë magjike që ka shumë antioksidant dhe është pothuajse një ndër ato bimë që krijuesi ka falur njeriut që të përdoret pikërisht për këtë organ, që bëhet fjalë për mëlçin. Dhe duke qenë se ne tham pak më parë që ky organ pastron të gjitha elementet toksike, duke filluar që nga benzenin, klorofomin, pjesa e kinolës, pra pastron dhe vajrat vegetal dhe vajrat të hidrogenizuar, produktet e ndryshme toksike që akumulohen në trup. Dhe këtë e bën nëpërmjet metilacionit, biotransformimit, që metilacion do të thot një proces i cili është biotransformues, e merr një produkt metabolik ose merr një produkt toksik edhe konverton në një produkt të tretshëm në ujë. Pra mëlçia pastron toksinat në trupin e njeriut. Do të flasim edhe për një bimë tjetër, që unë thash 2 në fillim të emisionit. Bima e dytë që ndihmon dhe pastron mëlçin së bashku me Silbium marianum apo me kurorën e gjembit të gomarit është artiçoku ose është argjinaria. Argjinaria përmban nivele të larta sinarin dhe luteolin. Përmban luteolin 3 glukozidin, luteolin 4 glukozidin, përmban sineol, borneol, sinofenol, sinarinën dhe si që unë përmenda dhe pak më parë metil kuarcetinën. Fjala metil do të thot transformim dhe do të thot një transformim bioaktiv. Pra, ky organ është aq shumë specifik sa që ka funksione shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme në trupin tonë, sa që merr edhe gjak nga disa burime, merr gjak arterial, merr gjak venoz, merr përsëri gjak arterial. Pra është një organ që merr gjak nga 3 burime të ndryshme dhe 70% e gjakut që merr nga sistemi venoz portal, ku gjaku vjen nga organet teke digestive, nga shpretka, nga stomaku, zorët e holla dhe zorët e trasha, që kjo bëhet nëpërmjet arterjes gastrike të majt të djathtë, arterjes së shpretkës dhe arterjes së zorëve të holla. Pra, argjinaria, çaji mjekësor i argjinares, çaji mjekësor i gjetheve të argjinares, nëse kombinohet me çajin mjekësor të kurorës së gjembit të gomarit, kanë efekt antiproliferativ ose antikolonizues qelizave kancerogjene, sepse fuqizojnë monooksigenazat mikrozomale, monoaminooksidazë dhe të asimilueshëm për veshkat, sepse punën e mëlçisë mund ta bëj dhe veshka, por veshka e nxjerr në filtrim dhe e nxjerr me anë të ekstretimit fiziologjik, që ekstretimi fiziologjik është procesi nëpërmjet largimit të produkteve të papastra të saj. Dhe përdorimi i çajit mjekësor ose përdorimi i artiçokut ose i argjinarit, jo vetëm si çaj mjekësor, por dhe si gatim në formën e sallatës, në formë negatimeve të ndryshme, ndihmon jo bakterje të mira të zorës së trash, që ndihmojnë edhe në prodhimin e vitaminave të ndryshme, nga vitamina B1 deri tek vitamina B12. Argjinaria ose lëkura apo gjethet e argjinares kanë tiamin, kanë vitaminën B1, kanë vitaminën B2, riboflavin, kanë fosfor, kanë hidrogen, përmbajnë sulfur, ku sulfuri ndikon edhe në procesin e disa enzimave që quhen sulfit oksidaz,
fosfoadenozin fosfosulfat, ndikon në procesin e glutation transferazave. Glutation transferazat janë disa sisteme që transportojnë mbetjen aktive glukoronide në molekulat hidrokside, fenolike dhe aminike. Pra, një paracetamol që ne marim, apo një antipiretik, një qetësus, një takipirin, një buskopan që ne marim, largohet jashtë nëpërmjet biotransformimit që bën mëlçia.